Të nderuar prindër, të respektuar mësimdhënës dhe të dashur fëmijë dhe nxënës. Të nderuar të gjithë të pranishëm, mirë se keni ardhur në këtë manifestim modest kulturo-artistik, të përgatitur enkas për përfitorin e 54 të shkollës sonë. Pra, kjo ditë më 15 maj shënon punën e palodhshme gjysmë shekullore të stafit udhëheqës dhe punëtorëve të arsimit, të ish nxënësve, të cilët sot punojnë të përkushtuar në të gjitha lëmit e jetës që kanë dalë nga dyert e kësaj shkolle. Kjo ditë e veçantë, sidomos për nxënësit, fëmijët, të cilët me talentin e tyre, mezi presin të dalin para publikut për të treguar aftësitë dhe talentin e tyre. Me këto aktivitete tregojmë se përveç punës parsore, mësimit dhe edukimit, edhe aktivitetet e lira, jashtëkurrikulare, janë pjesë e rëndësishme e punës në shkollë. Në këtë mënyrë, nxënësit marrin energji të reja që fundin e këtij viti shkollor ta përmbyllin me suksese më të mira. Ky angazhim dhe kjo punë plotëson ylberiadën e punës së përgjithshme me të gjitha ngjyrat e ylberit dhe nuancat e tij. Shpresoj se do të kaloni çaste të këndshme me këtë program që do ta shpalosim para jush. Para se të kalojmë në pikat e programit, përshëndesim nënkryetarin e komunës, zotri Resul Fetahu, drejtori komunal të arsimit, zotri Zeni Krasniqi, familjen e dëshmorit, Shaban Shabani, drejtoreshën për kulturën dhe rini dhe sport, zonjë Liridona Misini Piraj, dhe drejtorët e shkollave, Forin Turk,
Policinë e Kosovës, veteranët e arsimit, veteranët e luftës dhe mysafirët të tjerë të pranishëm. Përshëndesim veçanërisht kryetarin e shoqatës Plus Kult, Zotëri Përparim Uka nga Fush Kosova, i cili na nderoi me ardhin e tij së bashku me ish-mësimdhënësi Musli Pirkuçi. Lusim Zotëri Përparim Uka që në shenjë respekti ta marrë një mirënjohje. Lusim dhe drejtorin e shkollës, Zotëri Behar Shala, që ta marrë mirënjohje nga Zotëri Përparim Uka. Tani, pa humbur kohë, ftojmë drejtorin e shkollës, Zotëri Behar Shala, për një fjalim rasti. Të nderuar mësimdhënës, prindër, familja Shabani dhe ju të dashur nxënës. I nderuari nënkryetari komunës, Zotëri Resul Fetau. I nderuari drejtori i arsimit, Zotëri Zeni Krasniqi. Të nderuar familjar të dëshmorëve. E nderuar dhe respektuar familja Shabani. Drejtor të drejtorive komunale, veteran të arsimit, veteran të luftës, drejtor të shkollave, komandanti policisë, komandanti KFOR-i Turk dhe ju të gjithë të pranishëm. Kam nderin dhe kënaqësinë që në cilësinë e drejtorit të kësaj shkolle ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje në kremtimin e ditës së shkollës sonë, një ditë me domethënie të veçantë pasi sot festojmë 54 vjetorin e themelimit të saj si shkollë e pavarur 8 vjeçare. Kjo është një ditë e madhe për ne, sepse pikrisht në këtë datë të vitit 1975, shkolla jonë mori emrin Shaban Shabani, emër që mban me krenari për më shumë se gjysmë shekulli. Kjo na bën të jemi krenar për punën që është bërë dhe po bëhet edhe sot për edukimin dhe emancipimin e brezave të rinja. Për gjatë këtyre 5 dekadave të punës së palodhshme dhe të suksesshme nga bankat e kësaj shkolle kanë dalur profesionistë të dëshmuar në fusha të ndryshme të cilët sot kontribojnë me dinitet në shoqëri. Sukseset e shkollës kanë qenë të shumta që nga fillimi dhe ato vazhdojnë edhe sot në gara rajonale e republikane, në iniciativa për reforma, në përfshirjen aktive të projekteve bashkëore arsimore. Shkolla fillore dhe e mesme ullet Shaban Shabani në Llobushnik ka kaluar në për shumë sfida, por gjithnjë me përkushtim, profesionalizëm dhe vizion të qartë i ka të kaluar me sukses të gjitha këto vështirësi. Vlen të theksohet sidomos angazhimi i fundit për të hyrë në reforma të thella në përputhje me nevojat dhe zhvillimin e fushës së arsimit. Të nderuar mësues, ju jeni shtylla e shoqërisë, nga puna juaj përkushtuese, profesionale dhe njerëzore varet e ardhmja e fëmijëve tanë dhe vetë kombit. Ju jeni ata që mbjellni shpresë, dituri dhe dashuri për atë dheun. Bëni më të mirën e mundshme në kushte konkrete që kemi. Bashkëpunimi i ngushtë, mësues, nxënës, prind, është i detyrueshëm dhe i domosdoshëm për arritjen e objektivave. Mirënjohje dhe respekt të thellë për misionarët e dijes. Mësimet tuaja nuk do të harrohen kurrë dhe do të trashëgohen brez pas brezi. Të gjithë mësuesëve të popullit që kanë edukuar brezat e rinje në Kosovë u takon medalioni i artë, por ata që ju rreken me mish e shpirt
edhe çështjes kombëtare meritojnë të dy anët e medaljonit. Të punojsh për Kosovën e kombit tonë nuk është kur mjaftueshëm dhe e kemi obligim secili. Ne të gjithë po kontribojmë për të krijuar një Kosovë më të mirë. Idetë mund na ndajnë, por atdheu na bashkon. Të bëjmë punë të mira për një të ardhme më të mirë, sepse rinia është e ardhmja e kombit. Le të kujdesemi për të, ta edukojmë dhe ta fuqizojmë atë. Pra, të kujdesemi më shumë për të rini, do ta përfundojmë me një këshill. Punoni më shumë, mësoni më shumë, që e ardhmja juaj dhe e vendit tonë të jetë sa më ndritur. Na prift e mbara, Zoti e bekoft atdheun tonë, shkollën, nxënësit dhe mësuesit tonë. Urime. E falenderojmë dhe drejtorin e shkollës, në vazhdim ftojmë në kryetarin e komunës zotëri Resul Fetau që ta marrë fjalën. Nderuar drejtori i arsimit zotëri Senik Vesliçi, nderuar drejtor komunal, pjesëtar të kabinetit, nderuar drejtori i shkollës fillore Shaban Shabani dhe Pushtin zotëri Berishala, nderuar drejtor të shkollave, mësimdhënës dhe veteran të arsimit, nderuar imam të fshatrit, nderuar mysafir nga Kosova, nderuar pjesëtar të policisë, KFOR-it turk, të nderuar banorë të fshatrave Brezne, Buqe dhe Pllav. Nxënës të dashur, lejoni që në emrin tim dhe të kryetarit të Xhel Xheladini, t'ju shpreh urimet më të përzemërta për ditën e shkollës Shaban Shabani në Lëpushnik. Kjo është një ditë e veçantë, jo vetëm për shkollën tuaj, por për të gjithë pasi që na shërben si një moment për të reflektuar mbi rëndësinë që ka arsimi dhe edukimi i gjeneratave në krijimin e një të ardhmje të ndritur për shoqërinë dhe shtetin tonë. Shkolla Shaban Shabani, bashkë me paralelet e veta që nga themelimi i saj është dëshmuar si një vater e dijes, e cila ka nxjerrë personalitetet e shkuara, pedagog dhe profesor të zot, inxhinier dhe ekspert të fushave të ndryshme, duke kontribuar kështu në përparimin e gjithëmbashëm të shoqërisë sonë. Nga kjo shkollë dolën edhe patriotë e vëllëtar të shumtë, të cilët në periudhat më të rënda për popullin tonë u dëshmuan si mbrojtës të vlerave të lirisë dhe pavarësisë. Të nderuar mësimdhënës, të dashur prindër, si përfaqësues të qeverisë lokale, ne ju garantojmë se jemi duke u angazhuar në vazhdimsi për të krijuar kushte sa më të përshtatshme infrastrukturore për të ngritur cilësinë e arsimit dhe për të ofruar një mjedis sa më bashkëkohor për zhvillimin e procesit mësimor në komunën tonë. Andaj, ju inkurajoj që të vazhdojmë bashkarisht dhe t'i kushtojmë rëndësinë e duhur edukimit dhe arsimimit të fëmijëve tanë, duke ndjekur me përkushtim rrugën që na trasuan mësuesit tanë të parë, ata veteranë të respektuar të arsimit, të cilët për dekada me radhë e mbajtën gjallë dashurinë tonë ndaj shkollës dhe dijes. Le t'i bëjmë krenar ata, duke marrë shembull dhe duke u bërë pjesë e vendeve me standarde të larta edukative dhe arsimore. Urime edhe një herë dita e shkollës dhe shumë suksese në të ardhmen. Ju falenderoj. E falenderojmë nën kryetarin e komunës, zotëri Resul Fetau. Në vazhdim, ftojmë drejtorin komunal të arsimit, zotëri Zenik Krasniqi, që ta marrë fjalën. Nderuar kryetari i komunës zotëri Resul Fetau, me kabinetin, nderuara drejtoresh për kulturë, rini dhe sport, zonja Lindona Krisinaj, nderuar drejtori i arsimit zotëri Betin Ramadani, nderuara dhe respektuara familja Shabani, nderuar drejtori i shkollës zotëri Behar Shala, të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës, të nderuar veteran të arsimit, të nderuar ju prindër, të nderuar drejtor të shkollave, të nderuara familjet e dëshmorëve, të nderuar pjesëtar të organizatës veteranëve dhe invalidëve të luftës së ushtrisë qelbëtare të Kosovës, të nderuar pjesëtar të policisë së Kosovës, të nderuar pjesëtar të KFOR-it turk,
të nderuar mysafir nga fushë Kosova, zonja dhe zotëri. Lejoni t'ju përgëzoj për këtë ditë shënuar 54 vjetorin e themelimit shkollës suaj Vertonën, e cila me plot krenari mban emrin Shaban Shabani. Kjo shkollë, gjatë rrugtimit saj, ka dhënë shumë profesionist dhe intelektual, të cilët sot e kësaj dite japin kontributin e tyre profesional dhe intelektual, jo vetëm në komunën tonë, por edhe në mbar Kosovën dhe Maqedonin. Andaj ne si drejtori komunale arsimit, ju inkurajojmë dhe ju sigurojmë juve mësimdhënës dhe nxënës të dashur se do të keni mbështetjen e institucionit më të lartë të arsimit në komunën tonë, sepse konsideroj që obligimi ju qoftë në aspektin institucional, por edhe qytetar është që të ofrojnë mundësi më të mira edukimi dhe arsimimi për gjeneratat e tashme dhe të ardhshme. Ju dëshiroj suksese dhe gjithë mira. Faleminderit. Falenderojmë dhe drejtorin komunal të arsimit. Në vazhdim ftojmë një pjesëtar të familjes Shabanit që ta marrë fjalën. Përshëndetje për gjithë pjesëmarrës. Ne më lejoni që në emër të familjes Shabani dhe në emrin tim personal që uroj ditën e shkollës juve drejtor, mësues, nxënës dhe veteran të arsimit. Ju falenderoj. E falenderojmë. Në fund, vazhdojmë me moton një jetë në arsim, kemi 2 mësimdhënës që këtë vit janë pensionuar. Ftojmë mësimdhënësin Bilal Berisha, që me punën e tij të palotshme dhe kontribut të jashtëzakonshëm në edukimin dhe mësimin e brezave në përdorimin e teknologjisë. Ndërkohë, ftojmë drejtorin komunal të arsimit, zotri Zeni Krasniqi dhe drejtorin e shkollës zotri Behar Shala që t'ja jap mirënjohjen. Atëherë, duke ditur se nxënësit prapas skenës janë për plot emocione, ne pa unë për kohë hapim programin me pikën e parë. Me ballën ku që zipim pranë jush nxënësit e shkollës qendrore të Llorishut.
një fëmije është poezi që para jush e sjellin nxënësit e klasës 5 tani nga paralelja e ndarë fizike në Prezne, ftojmë Gjem Krasniqi, Selma Shalën dhe Enia Shalën. Vota në një fëmijë, që dëshiron të bësh e pyeta një fëmijë, e ai, pa një, pa dy, sa duhet të jem në shtëpi. Të kem dyert e drujta, rreth e rreth dritare, nga rrymimi i ajrit, të mos mërzitëm fare. Të jem i vendosur në maj shkëmbit lartë, të më lëdhatoja rreze e djellën zjarë. Kulmi i me tjekulla të futet në re, para syve të mi të shtrihet një një qenë. E pyete një fëmijë të bësh çfarë dëshiron, e ai, pa një, pa dy, tha një lumë që gurgullon. Të nisëm nga burimi me hap të ngadalt, ti kem kratë val me ujë të kristal. Pasaj të lëshohem shtratit brigjet për qafoj, guret i përkdhejt, i zbarthe i lemoj. E pyete një fëmijë çfarë dëshiron të jesh, dua të jem shi, që lak tokën rebesh. Dua të jem erë, të fryn me furi. Dua të jem marë, që mbi supet mbaj bardhësi. Dua të jem ujë, që njerëzit i bashkoj, ylber me ngjyra të bukura, qielli të vallëzoj. Dua të jem borë, lule ose gjethe pylli. Dua të jem re, ves apo drit e bukur ylli. Dua të jem dorë, të zgjatëm dorës tjetër. Dua të jem vizatim fëmije, a kërmadh krenare e vjetër. Dua të jem bota, të shkruaj mira e mira histori. Dhe për mbi të gjitha, dua të jem njeri. Ftojmë Darë Krasniqin dhe Ediana Shalën me një lojë fëmijësh, Qit Mahall Kulaçi. Qit Mahall Kulaçi. Qit Mahall Kulaçi. Jo sta qes Kulaçi. Pse s'ma qet Kulaçi? Nuk ma japin shtagën. Shtagën kush e ka? Shtagën e ka Lisi. Ama Lisi shtagën. Jo sta japi shtagën. Pse s'ma jepi shtagën? Se s'ma japin pendën. Pendën kush e ka? Pendën e ka Orli. Ama Orli pendën. Jo sta japi pendën. Pse s'ma jepi pendën? Se s'ma japin Kingjin. Kingjin kush e ka? Kingjin e ka Qobani. Ama Qoban Kingjin. Jo sta japi Kingjin. Pse s'ma jepi Kingjin? Se s'ma japin Vashën. Vashën kush e ka? Vashën e ka Cincari. Ama Cincar Vashën. Jo sta japi Vashën. Pse s'ma jepi Vashën? Se s'ma japin Pitën. Pitën kush e ka? Pitën e ka Pitegjia. Ama Pitegji Pitën. Jo sta japi Pitën. Pse s'ma jepi Pitën? Se s'ma japin Grurin. Grurin kush e ka? Grurin e ka Ara. Ama Aro Grurin. Jo sta japi Grurin. Pse s'ma jepi Grurin? Se s'ma japin Plejin. Plejin kush e ka? Plejin e ka Dhia. Ama Dhio Plejin. Jo sta japi Plejin. Pse s'ma jepi Plejin? Se s'ma japin Kripën. Kripën kush e ka? Kripën e ka Deti. Ama Deti Kripën. Jo sta japi Kripën. Pse s'ma jepi Kripën? Se s'ma japin Ujin. Ujin kush e ka? Ujin e ka Vransira. Ama Vransir ujin. Vransira ma dha ujin. Ujin ja dhash Detit. Deti ma dha Kripën. Kripën ja dhash Dhis. Dhia ma dha Plejin. Plejin ja dhash Arës. Ara ma dha Grurin. Grurin ja dhash Pitegjis. Pitegjia ma dha Pitën. Pitën ja dhash Cincarit. Cincari ma dha Vashën. Vashën ja dhash Çobanit. Qobani ma dha Kingjin. Kingjin ja dhash Orlit. Orli ma dha Pendën. Pendën ja dhash Lisit. Lisi ma dha Shtagën. Shtagën ja dhash Hallës. Halla ma dha Kulaçin. I falenderojmë me një ngram të titulluar Mësuesja, ftojmë nxënësit e paralelës së ndarë fizike nga Pllava. 5 shumëzim për 5 baras 25 plus 9 34 73 minus 21 baras 52. Ej, bëll fole moj, se unë tani kam kohën e muzikës. Më vjen keq, për unë kam kohën e matematikës. 8 shumëzim për 9 baras 72. Ej, kurse më bëll. Sepse
ti me bezdis kur unë dëgjoj muzikë. Po shkolla nuk është me për dëgjuar muzikë, por është për të mësuar. Po si, moj do të bëm truzane duke mësuar. Po ti nuk je mësuar asgjë. Nuk është e vërtet. Është. Jo. Po. Jo. Po. Mjaft. Edhe po deshe që mos ta gjis fletorën tjetër, thuaj që unë jam nxënësja më e mirë e klasës. Unë jam nxënësja më e mirë e klasës. Jo ti, moj po unë. Po ti nuk je nxënësja më e mirë e klasës. Ashtu, a? Po na. Ma jep. Vajza, ç'bëni kështu? Nuk ju vjen turp që zjeni? Ajo filloja para mësuese. Unë? Po, më grisja dhe fletorën, unë e shkreta po mësoja. Ana, vërtet ke bërë ti këtë gjë? Po jo më i mësuese, ajo ishte fletorja ime, ku unë po mësoja, ndërsa Tea dëgjonte muzikë me kufje. Unë s'po dëgjoj muzikë, dhe fletorja është e ime. E imja. Mjaft! Tea, me që kjo fletorja është e jotja, a ka mundësi të më thuash sa bën 7-8, se që nga grisur përgjigja këtu? 7-8, bëj 52? E morën vesh se sa e dike. Ana, shko në korridor dhe nëse ka ndalë prindrit e Teas nga zyra e drejtorit, thuaj që ju kërkon mësuesja. Dakord. Prindrit e mi janë këtu? Po, i kam thirrur unë. Për çfarë? Për ty që s'dëgjon fare. Unë s'dëgjoj fare, por unë dëgjoj muzikë që ditën, dëgjoj rap, hip-hop. Gabim, ato nuk janë as pak edukative. O ylli mamit, o repistja mamit, o gangsterja mamit ti. Zonje, mund të flasim pak? Një sekund, ato këj vajzë, se kam qenë gjithë natën në kazino dhe më ka marrë malli. Shpirti mamit, kush të ka mërzitur ty? Mësuesja. Ua, po t'je më e mira, të gjithë fëmijët e tjera në kot për para teje. Zonje, ju këshilloj që të mos edukoni fëmijën tënë me këto mendime. Kurse unë mësuese e dashur të këshilloj të mos pa mërzisësh vajzën. Po nuk jam këtu për ta mërzitur, por për ta mësuar. Ua, po imi bie është e shkëlqyer në mësime. E shkëlqyer nuk është, por mund të bëhet nëse ndihmonit pak më shumë. Ja, kështu më tha dhe drejtori, ma po ju kështu e keni shumë gabim. Ajo nuk di as tabelën e shumëzimit. Ua, po ti më i mam, nuk di tabelën e shpenzimit? Tabelën e shumëzimit, o ma. E mi nejse, nuk është fajë se ti është fajë shkollës. I shkollës ne bëjmë të pamundurën për të. Të lutem shumë njarë se të ta mësoj vetë. Ajo nuk ka mësuar sa bën 7-8. Po 7-8 bën 7-8, më i mam. Nuk bën aq. Mirë, me falë, bën 87. Gabim, dhe me sa duket asu nuk e dini tabelën e shumëzimit. E që me duhet mo tabela shumëzimit kur unë ka makino llogaritse, e tani se puna pret babi. Prisni, kem një problem tjetër me Teën. Ajo gjithmonë zgjedh me shokët e klasës. Po normal që zgjedh ajo që në shkollë koti, zgjidhni se dukoni fëmijët. Tea është e vetmja që bën sherrë. Ua, po si ka mundsi? Ne jemi një familje që nuk ngrëm kur zëri, nga i ka marrë Tea këtë shembull. Hajde mi budallaqe, se kam 2 orë që të pres makinën ndezur. Mos me fol mua ti si i fort, edhe që e drejtë se di që të të bëhen ty apo jo. Çfarë shikimi, ej? Me falni zotri, kush jeni ju që jeni kështu brenda? Është babi. Haj tani me revajzën, s'kam kohë se më filloj ndeshjet. Ore, ku t'ja ngrëzërin, ty më mua qepe. Qepe ti. Qepe. A ka mundësi që të ndalini që të dy? Ju akuzoni shkollën dhe një vetë për të futur në shkollë. Tani e di mirë se nga ka marrë fëmia juaj këtë shembull. Na fal mësuese, ndoshta e kemi tepruar pak. E keni tepruar shumë, Tea. E jam e mos se do rrim bashkë pas mësimit. Do i bëjmë të gjitha detyrat. Lam nam nez jemi si qenë, kurse goca ngelen brapa. Mësuese ka të drejtë, do të shkem t'i kërkojmë falje. Mësuese, prit! Mësuese! I falenderojmë, programin e vazhdojmë me vallën e dytë të titulluar Vallja e Malqit.
kanë kushtuar ushtrisë qëllimtare, ftojmë nxënësën Lule Shabani, paralelja e ndarë fizike nga Buqe. Bëqelli si vulkan, toka gjaku nuk e mban. Unë shikoj në tymbë e flak, si ndajnë burat nga grat. Unë shikoj në tymbë e flak, si ndajnë burat nga grat. O për çka nonna ka bo djal, o për me dal shka ut për ball. Unë shikoj me zemër plot, me pushka ta me top. Unë do t'luftoj me zemër plot, me pushka ta me top. Kush lufton në ato male, është ushtria çlirimtare. Kush lufton për këto troje, kush Kosovës i bën roje. Unë bushën trenat për kufi, unë bushën varët plot fëmi. Unë shikoj nënën dhe më thot, s'mund të qaj se s'kam mas lot. Unë shikoj nënën dhe më thot, s'mund të qaj se s'kam mas lot. Kush lufton në ato male, është ushtria çlirimtare. Kush lufton për këto troje, kush Kosovës i bën roje. E falenderojmë. S'kam kujtu se më gjem pranvera është kënga që e sjell në vazhdim nxënësja Erisa Gashi.
Mirdita, unë jam Renci dhe rej me pakit e me shumit. Me arsye pa arsye, rënën vëlla e kam në krye. Beso, mos me re, mundi kret më këmyje. Ky është... Mora se ti sot të guen rën. Unë e po ti veç në gjumë nuk rën. Unë jam Genienci dhe Geni pa dyshim, pa hezitim. Genieshtrë e kam shokun tim, sidomos për rëncat, i gjej rënat, kishe s'kishe o këthej 2 fish. Por, sot, para jush, betohemi. Rënc, hajtë bën be. Pasha Pinokin e pasha një prilin. Se pasha Pinokun? Po që këqyra nuk po mbritot hunda. Mirë, ajta shti bën be. Pasha trillin e pasha 2 prilin. Pse 2 prilin? Po që aty afer 1 prilin, se ti ma zune 1 prilin. Mirë o Rënc, a e dim se na kanë thirë neve së këtu, veç pa rënë, a? Jo pasha 1 prilin, pse? Mi bo njerës me humor. Me t'humor? Hit humor i bloft, me humor o Rënc, me humor. More s'po t'kuptoj, qysh me humor? Orë sylesh, orë veshlesh, na kanë thirë mi bo njerës me kesh. E mëre Genienc, mos t'i këshe pas mundet me lesh, kesh ka t'bëj përshish. Po azamet mi bo njerëzit me kesha? Sa kollaj po do këta? Që besa, vesh me bo si budal, kret kanë me kesh me ty. Po ki nuk është humor i mirëfill, to Rënc. Në humor të mirëfill nuk përdojnë fjallë banale e shprej pa lidhje. Po du është me thonë me fol me rotla, me bente e me kundra. E të lumë qyrë mos po t'vitet hunda. Jo bre se nuk rena. Mirë Rënc, hajtë me thuaj qka quajmë shtos. Kur kalzojmë diqka e lyme me kos. Ej. Ishte tak e hansit pa lidhje. Shtos, sa shkure, shtim kishtin to, më la e bëjmë kos. Allah ile ma të tje mos shko. Po ti, a e diqka quajmë vit? Ka du gjemë o kruglu, so bëj set në mëna qosha. Pa sharan atë kretë botës pa përkthe. Ma ndro pjetin. Qka quajmë Barcolet? Barcolet quajmë kërimni në dhomë trumbullak të ulemi në qysha. Mirë Rënc, ajtë me thuaj qka quajmë gazmore. Gazmore? Që to nuk pe di, po e di një fjallë popullore. Me ndërë me thonë, por dha gazmorja e fenda gjaksoria. Ora mak, prit pak, mirë pra, po e thëmune. Gazmorja është kër e glizim trafen e keshim bandera. Ik mor se bona ndina atë ketësit. Mirë pra o Genienc, me të regom, parena, këndi për oqanin e qetë? Po mërë qishjo. Tash mos po thuaj se ti gëdon djaz e pama e ke qetësue. Po, qka u bë më oqanin e qetë? Baba jem, i ka rano te e për te. Au, prap më rani, më fliqim. Mirë Rënc, t'ja keni për detin e vdekur. Apo bon hajgare me mua? Thash mos po thosh ke marrë pjesë në varrim. Jo bre Genienc, a bon parena. E qka bon me detin e vdekur? E kam bytur baba jem. Au, prap me lëshoj. Ujnë kuqime në ndëron, po zanatin se arron. I falenderojmë, kam gjëndisur një shamirë valja e radhës e përgatitur nga nxënësit e shkollës qendrore. Sorry,
ti, disa kanë humbur, disa nuk jetojnë më. Të tjerë se më nuk e vinë, theuni o bitë nënës, vatani shkreti ka mbetur, s'ka ndërtuan të gjithë i prishjen, si u ka ngelur më asgjë. Dashuria për njerin tjetrin u tret si kripa në uje, të gjithë po bredhin bas lekut në përbot në vend të uaja. Paraja s'është dashuri, paraja prap shkon e vjen, po të humbi dashuria është vështirë më nuk e gjen. E falenderoj Meriolën, në vazhdim kemi edhe një lojë fëmijësh, e cila sillet para jush nga nxënëset Hava Berisha dhe Lorna Gashi, e cila titullohet Ara lepri kësajde? Po. A e nxut? Po. A e pret? Po. A e rop? Po. A e poqt? Po. Po a mishi? Në ark. Qile dry në arkën? Krup. Qile dry në arkën? Krup. Qile dry në arkën? Krup. Ku a mishi? E hangër maca. Ku a maca? Hypin tavan. Ku a tavani? E do gjigaca. Ku a gaca? E shkymi ujt. Ku a ujt? E pin bujt. Ku jam bujt? Në ara me mel. Ku a meli? Hypin lis. Ku a lisi? E preti sakica. Ku a sakica? Te kovaci. Ku a kovaci? E hëngër fiqe diq, hëngër zallë unë gjallë. E falenderojmë, vazhdojmë, Nusja nga Kosova është një poezi e mrekullueshme nga Dritëroa Golli. Para jush e sjell Arjanita Krasniqi. E mirëpresim. Kam ndërruar t'i gjeja dhe nipit tim të dashur një nuse. Ande nga Kosova në fshatra të thella, por kjo ka qenë një ëndër pas zjarrt me flak të kuqe, si valje flamurit tek shpella. Ka qenë vërtet një ëndër në viset e mia me gurra, kur rjedhin ujrat, por unë etin e verës zor se e shuaj. Kam dashur nusën e nipit të mos e marr me vetura, po vetë si që moti, me kuaj. Një muaj të tërë të zgjas të udhtimi me kal, me pjuën bivellët të vinte nusja e nipit e kun, me dorën time t'ja shkundja duvakun pal mbi pal, atje të kogjaku ku kafjen e gjezve për shkumb. Dhe s'kishte gjë, le të binte pluri u dhe së largët, në vatrën time të vjetër sa për ralla, por kjo nuk ndodhi mes botës së ligët të varfër, ku ron ky fisi yni ndar në dy shplotë ndralla, ku s'merr dot një nuse për nipa për djalë, se fisin e ndan kufiri me dy pasaporta, këto pasaporta se lën të marrësh nuse me kal. As me vetura, as me trena, dhe as me aviona ndofta. Kam ndërruar t'i gjeja një nuse tim nipit të dashur, në fshatra të thella ande nga Kosova, se s'desha të shkoja në tjetrën bot me buzë të plasur, ta shuaja etin e mallë për aq sa roja. Emri më e përgjakur në hartën e Evropës. Kosova, vendi im që me premtoi jetë kur linda. Gjaku im nuk falet, tha poeti, malli që më ndjek panda, tha mërgjimtari. U trishtua fëmiria ime, u trazua loja. Kosova undes flak, Kosova po digjej, po vritej, po burgosej. O Zot, kush mund të kuptonte t'merrin e luftës? Ç'po ndodhte? Ku shkonin njerëzit? Pse iknin? Pse qanin foshnjat? Nënat? Përse nuk më zinte gjumin? Përse duhet të flinin me rroba veshur? Përse duhet të iknim? Ku do të shkonim? Dhe rastiste të zia veshët me duar, që të mos dëgjoja nga vinin krismat. Të mbyllja syt e të mos shija trishtimin e nënave. Të shtrëngoja duart.
të kërcisja dhëmbët që të mundi Afrikën. Dhe ne të pa gjumë shtoheshim. Mblidheshim kruspu në dhomë, dhe heshtja bëj më e rëndë se vdekja. Në sytë të gjithve, si kur flin të rëndë kjo hije të mërshme, e quajtur vdekje. Askush nga ne nuk e kuptonte se çdo të thoshte të vdesësh para kohe. A kishte vdekje të parakoshme? Mbase jo, mbase doj të vdisnim si pas radhës. Po kush i pari? Unë jo. Nuk e doja vdekje që çdo ditë afroj më afër dhe natë shëndroj në mort. Nuk doja, as vdekje të tjera të shihja. Kosova vazhdonte të digjej akoma. Televizori jepte skenat, më makabre të shmendurisë sërbe. Tashmë nuk ishte kuptim as vdekja. Ishte për përditshmëri. Kalendari i varur në mur, çdo ditë fshinte nga një datë shpëtimi. Edhe sot shpëtuam, për shpëristin të mdhejt në përdhëm. Sa mirë qenë ka të shpëtosh nga vdekja. Thosha me veten, Sigur mos t'i kishin fëmijët. thoshte gjyshja. O Zot, a nuk e dini se para te po bën mëkate? Si mund të ngatroje ëndrrën me frikën? Natën zinim dritarët dhe shuanim dritat. Donim që armiku mos të na vriste natën, sepse edhe ashtu të merrishte më i madh. Shati, përgjon televizjet e qakërdisura të armikut. Bota kishte filluar të çmendej para vrasjeve të njerëzve të pafajshëm. Kosova po shkatizej prej shqiptarëve. Nga vini, ku shkoni? Pyesni njerëzit. Nga Kosova vim, shkojmë në Shqipëri. Përgjigjeshin njerëzit e lodhën nga rruga. Nga një herë, dëgjoj edhe ndonjë përgjigje e pazakonshme. Nuk e dim se nga vim, e as e dim se ku shkojmë. Atëherë, të vinte që të vërtisjeve të madhe dhe të mallkosh çdo gjë. Kjo pritme e ky mallkim përzier bashkë dini me përshpërim. O Zot, na shpëto! Na shpëto për hir të fëmijëve, të prindërve, për hir të pleqve, për hir të trimave në male. Zot, na shpëto për hir të pafajësisë. Kosova ime ishte djegur. Ishte vrarë. Sa të plagosur, sa të zhdukur. Ku janë njerëzit, ato të kthehen të gjallë.
Ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj. Lut mysafirët që të hyjnë në shkollë pasi që për këtë rast është përgatitur një koktel modest. Mirupafshim vitin e ardhshëm.